Përshëndetje nga unë Klodiana, sot do të tregoj si të bëni zgjatimin me letër në formë katror. Si fillim bëjmë ngjitjen e letrës mbasi kemi mbaruar me përgatitjen e thonjve, bëjmë matjen për të parë se ku duhet prerë, pasi letra asnjëherë nuk pothitet siç duhet. Kështu që bëjmë prerjen si më të thellë, këtë të smile line, si në formë uje thellë, dhe bëjmë prerjen vertikale anësore që të kemi mundësi të mbyllim letrën, siç po e bëj unë tani, që të arrisim të kemi një katror elegant. Pra, midis pjesës së free edge-it dhe letrës, vendosim produktin dhe vazhdojmë hapjen duke krijuar formën katrore me gjelin. Nuk duhet vendosur shumë produkt, duhet vendosur mjaftueshëm dhe një trajtësisht gjithandej në gjithë thonjën. Mbasi e kemi hapur si duhet, e thajmë për 15 sekonda dhe bëjmë ngushtimin. Nëse vendosni më shumë produkt, duhet lënë më shumë të thahet, pastaj hiqet letra dhe thahet përsëri, fshihet dhe bëhet dhënja e formës. Me katrorin duhet keni kujdes, duhet hahet gjithmonë drejt, si anësoret si gjatësia. Dhe mbasi jemi të kënaqur me formën që kemi dhënë, do bëjmë shtresën e parë gjelit pa e tharë dhe pjesën e dytë. Kjo është teknika që mësojmë në javën e 3 të kursit. Për ju që jeni të interesuara, më shkruani në mesazh në Klodiana Visposh Nail Academy, pasi grupi i radhës po formohet së shpejti dhe besojmë nga fundi i prillit do vazhdojmë me grupin tjetër. E kthejmë thojmë për t'i dhënë apexin, pra strukturën. Gjithmonë të keni parasysh, nuk duhet shumë gjel që të ketë strukturë, që të mos thyet thoj, por duhet teknika, duhet aplikohet perfekt. Ky thua duket absolutisht shumë i hollë, mirë po ka shumë strukturë sepse e ka apexin në vendin e duhur. I japim formën përfundimtare mbasi është tharë mbas pickimit, dhe unë këtu tregoj se si të bëjmë aplikimin e ngjyrës. Unë preferoj ta bëj aplikimin e ngjyrës me furçë gjeli, siç e shikoni, pasi kjo është shumë herë më e hollë, e kam treguar edhe pak në video, nga furça e shishes gjelit, siç e shikoni këtu pra. Kështu që unë preferoj dhe e gjej shumë të lehtë, edhe shumë perfekt aplikimin kur e bëj me këtë furçë. Varet është me njerëz, disa preferojnë për më shpejt atë furçën dhe për të ruajtur kohën, por ky aplikim është perfekt. Nëse ju pëlqen video, bëni share dhe gjithashtu më ndiqni në Instagram për më shumë informacion rreth kursit. Kalofshi mirë, pafshim.